krijuar një skenë për të dukur dhe për të mbledhur me babzin që algoritmi ta nxit njësoj si droga nxit dikë që të shtoj dozën, like-er, followers. Sa herë keni dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve nga njerëz që kur në jetën e tyre as nuk e kanë imagjinuar që të përzihen me politikë, me protesta, po janë bërë parallinj me shalë edhe me kremra, që të shfaqen atje bashkë me shalët dhe kremrat e tyre sepse është trendi. Kanë frikë të mbeten jashtë valës. Sepse në ekonominë e vëmendjes heshtja nuk shpërblehet. Shpërblehet vetëm pjesëmarrja. Shpërblehet vetëm ai që ka kurajën të hyjë në garë. Shpërblehet ai që bën videon më dramatike, nuk ka pikë rëndësie nëse protesta zhvillohet në një bregdet të Spanjës. Mjafton që ti vendosësh shenjën Tirana s'ka as bet, po kjo nuk ka pikë rëndësie, dhe të vendosësh aty një turm që diçka thot në spanjisht, por me titra lexohet vdekja e Izraelit. Ai që do të bëj postimin më të fortë, ai që do shpallë katastrofën më të afërt, ai që do lajmërojë ndëshkimin më të egër, ai që do parashikojë fundin më spektakolar të kujdo qoftë që është përballë, ai shpërblehet nga algoritmi. Dhe një protest nuk është më protest. Është skenë, është treg. Një treg emocionesh, klikimesh, një treg morali, madje edhe një treg karrierash. Po në të gjithë këtë, ata të karrierave janë më qesharakët. Janë qesharak sepse nuk e kanë marrë vesh akoma që në Partinë Socialiste dhe me ne nuk fitohet duke dalë me lugën e ndryshkur në tregun e karrierave të humbura.